Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e editarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Gjykata e shkallës së parë në Gjirokastër ka vendosur burg pa afat për Kamber Sulçajn, 48 vjeçarin e akuzuar për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarçi më 27 shtator. Ai u paraqit në gjykat 2 ditë pas vetdorëzimit në prokurori, ndërsa avokati i tij ka paralajmëruar ankimimin e vendimit në apelin e Tiranës. Në Tepelen janë raportuar vetëm 3 raste dhune në familje gjatë këtij viti, por sipas koordinatores bashkiake Lumturi Dervishi, shifrat nuk tregojnë realitetin. Shumë graj viktima zgjedhin të heshtin nga frika apo varësia ekonomike. Institucionet lokale po punojnë për të rritur ndërgjegjësimin dhe për t'u dhënë viktimave më tepër besim për të kërkuar ndihmë. Bashkia e Delvinës ka marrë masa për përballimin e situatave problematike gjatë stinës së rreshjeve. Sipas përgjegjësit emergjencave civile, Anefi Braho, janë pastruar dhe mirëmbajtur kanalet kulluese, ndërsa është ndërhyrë edhe në sistemimin e lumit të Kalasës, që çdo vit shkakton vështirësi. Nesër luftëtari do të pres në fushën e vet ekipin që kryeson tabelën e klasifikimit, Skënderbeun. Në këtë sfidë formacionit bazë të bluzimve do t'i mungojnë 3 lojtarë të rëndësishëm, por kjo sipas trajnerit Besmir Shabani s'do të thotë që ekipi Gjirokastrit nuk do të synojë marrjen e një rezultati pozitiv. Ju njohim tani më gjërësisht. Gjykata e shkallës së parë në Gjirokastër ka vendosur burg pa afat për Kamber Sulçajn, 48 vjeçarin e akuzuar për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarçi më 27 shtator të këtij viti. Ai u paraqit në gjykat 2 ditë pas vetdorëzimit në prokurori, ndërsa avokati i tij ka paralajmëruar ankimimin e vendimit në apelin e Tiranës. Burg pa afat ka caktuar gjykata e shkallës së parë në Gjirokastër për Kamber Sulçajn, i cili akuzohet për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarçi, ngjarje e cila ndodhi në 27 shtator në Salari të Tepelenës. Ai u vetdorëzua vetëm 2 ditë më parë në Gjirokastër, ndërsa gjatë seancës gjyqësore nuk ka dhënë asnjë deklaratë, ndërsa avokati i tij ka deklaruar se çështjen do ta çojë në apel. Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm vendosi të vazhdojë masën arrest me burg për Kamber Sulçaj, 48 vjeçarin e dyshuar për vrasjen e biznesmenit italian Edoardo Sarçi në fshatin Salari të Tepelenës. Sulçaj u paraqit para togave të zeza 2 ditë pas vetdorëzimit në prokurori, ku dorëzoi edhe armën e dyshuar të përdorur në ngjarje. Gjatë seancës, prokuroria Blerina Musabelli paraqiti provat e hetimit, ndërsa avokati i Sulçajt, Arsenal Zotaj, kërkoi të merret parasysh dorëzimi i klientit si rrethan lehtësuese. I akuzuari qëndroi heshtur, ndërsa avokati paralajmëroi ankimimin e vendimit në apelin e Tiranës. Ngjarja ndodhi mesnatën e 27 shtatorit dhe u mbajti pa qartë për 3 ditë, ndërsa policia shpalli në kërkim Sulçajn më 29 shtator. Procedurat penale për ngjarjen vijojnë. Në javën e parandalimit të infeksioneve, mjekët apelojnë për kujdes të shtuar ndaj higjienës personale dhe vaksinimit. Mjekja infeksioniste në QSUT, Esmeralda Meta, thekson se grupet më të rrezikuara janë fëmijët, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Sipas saj, higjiena dhe vaksinat mbeten mbrojtja më e mirë kundër infeksioneve. Në javën e parandalimit të infeksioneve, mjekët kërkojnë kujdes të shtuar ndaj higjienës personale dhe mjedisit përreth, si mënyra më e sigurt për të shmangur përhapjen e sëmundjeve infektive. Mjekja infeksioniste në QSUT, Esmeralda Meta, thekson rëndësinë e vaksinimit kundër gripit dhe Covidit, sidomos për grupet më të rrezikuara si fëmijët, të moshuarit dhe personat me sëmundje kronike. Më mirë flasin epideminë dhe pandemitë e shpërthyera, të cilat tregojnë çfarë impakti kanë infeksionet në shëndetin publik në të njëjtën moment ose periudhë kohore. Natyrisht që infeksionet janë shumëta, ka nga ato që kanë prioritetin më të madh në mënyrën e përhapjes, transmetimit dhe gravitetit ose pasojave që lën në individ të ndryshëm. Natyrisht kjo është java parandalimit të infeksioneve. Qoftë infeksioneve që ne quajmë komunitare, që gjenden në popullat, dhe në kohët moderne të sotme flitet edhe për ato që quajnë infeksionet spitalore, që dhe ato kanë marrë trend në rritje. Në të dyja rastet sensibiliteti duhet jetë i lartë. Natyrisht ne jemi të rrethuar nga mikroorganizma.
të cilët herë sillen si normal dhe herë sillen si patogjen. Nëse do i referohesha infeksioneve respiratore, sidomos për grupet në risk, dhe grupet në risk ne quajmë fëmijët, i quajmë grup moshat e treta, persona të cilat janë me smundje kronike ose smundje të cilat ulin imunitetin, siç janë neoplazit ose tumoret ose që janë në terapi të tilla, të gjithë këto janë grupe në risk. Rekomandohet që në periudhat të shpërtimit të infeksioneve të tilla të kenë parasysh mos qëndrimi në vende të grumbulluara, përdorimi i maskave, mbajtja e higjienës personale dhe ambientit përreth. Për të gjithë infeksionet respiratore të cilat kanë vaksina, sikurse është gripi, sikurse është Covidi apo RSV-ja, rekomandohet vaksinimi në periudhat e caktuara siç është periudha e heshtës ose dimrit. Doktori Shmeta shton se kujdesi i veçantë duhet treguar edhe ndaj infeksioneve të transmetueshme seksualisht, të cilat mund të kenë pasoja serioze për jetën dhe fertilitetin. Kujdes nuk duhet kenë vetëm personat e grup moshave, por edhe persona që jetojnë me këto grup mosha, pesh kanë edhe infeksionet seksualisht të transmetueshme, që dhe ato kanë masa të tjera mbrojtëse parandaluese. Jo vetëm marrjen e infeksioneve që kanë rrezik për jetën, por edhe ato që prishin cilësinë e jetës apo lën pasoja madje edhe në fertilitet. Duke respektuar këto masa parandaluese, të minimizojnë shanset e marrjes së një infeksioni të tillë dhe transmetimit tek të tjerët. Apeli i mjekëve është i qartë, higjiena dhe vaksinimi mbetet mburoja më e fortë ndaj infeksioneve. Në rrethin e Tepelenës, gjatë këtij viti janë raportuar vetëm 3 raste të deklaruara dhunë në familje, por sipas koordinatores bashkiake Lumturit Dervishi, shifrat nuk tregojnë realitetin. Shumë graj viktima zgjedhin të heshtin nga frika apo varësia ekonomike. Institucionet lokale nga ana tjetër po punojnë për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të dhënë viktimave më tepër besim për të kërkuar ndihmë. Që nga fillimi i këtij viti e deri tani në Tepelen janë regjistruar rreth 3 raste të dhunës në familje. Sipas të dhënave, numri i ulët i rasteve të raportuara nuk pasqyron realitetin e plotë të situatës. Shumë viktima për arsye ekonomike apo sociale zgjedhin të mos denoncojnë dhunën duke mbajtur traumën të fshehur brenda familjes. Në bashkinë Tepelen janë regjistruar 3 raste, të cilat janë me urdhër mbrojtje. Një rast është që merr dhe ndihmë ekonomike nga sistemi i ndihmës ekonomike, pasi ka urdhër mbrojtje, kurse 2 rastet e tjera kishin vetëm urdhër të menjëhershëm të mbrojtjes. Dhe më pas e kanë tërhequr denoncimin. Pavarësisht që është dhunë psikologjike, rastet aty janë dhe ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me personat të cilët kanë urdhër mbrojtje, por është dëshira e tyre që janë tërhequr dhe nuk e kanë vazhduar më tej. Rastet janë të ulta, sepse jo se nuk ka raste për të denoncuar, por viktimat në përgjithësi gratë janë të pambrojtura, nuk kanë punë stabël, nuk kanë kushte ekonomike, nuk kanë banesa, pavarësisht se ne u kemi ofruar dhe banesa sociale, por ato kanë gjetur rrugën për të kthyer përsëri tek bashkëshorti i tyre. Psikologët dhe punonësit social këshillojnë që çdo rast i dhunës, pavarësisht intensitetit, të bëhet i ditur për të parandaluar përkeqësimin e situatës. Kemi bërë fushata ndërgjegjësuese me gratë të cilat janë në kushte ekonomike të vështira, sepse zakonisht atje është edhe janë rastet e dhunës, me broshura, me takime, duke u thënë që të ndërgjegjësohen, ta denoncojnë dhunën, qoftë edhe këtu në bashki, qoftë edhe në rajonin e policisë Tepelen. Autoritetet lokale në Tepelen shprehen se po punojnë për sensibilizimin e banorëve dhe ngritjen e kanaleve të besueshme për raportimin e rasteve të dhunës, në mënyrë që çdo viktim të ketë mundësi për ndihmë dhe mbrojtje. Bashkia e Delvinës, për të parandaluar problematikat gjatë stinës së rreshjeve pranë sezonin e dimrit, ka marrë disa masa. Aktualisht, sipas përgjegjësit e emergjencave civile, Anefi Braho, janë pastruar dhe mirëmbajtur kanalet kulluese, ndërsa është ndërhyrë edhe në lumin e Kalasës, që çdo vit shkakton vështirësi. Bashkia e Delvinës po merr të gjitha masat e nevojshme për të përballur me situatat e vështira që mund të paraqiten gjatë periudhës me rreshje shiu.
Autoritetet vendore janë angazhuar për të parandaluar përmbytjet dhe dëmet që mund të shkaktojnë nga moti i keq. Sipas përgjegjësit e emergjencave civile Anefi Braho, janë marrë masat për mirëmbajtjen e kanaleve kulluese në të gjithë territorin e bashkisë. Po ashtu një nga ndërhyrjet më të rëndësishme është ajo për sistemimin e lumit të Kalasës, i cili çdo vit paraqet vështirësi gjatë periudhës merreshje intensive. Tani ne për rreshjet si zakonisht ky proces vazhdon të mirëmahen, kanalet e kullimit. Jemi duke pasuruar kanalet e kullimit. Kemi shpunuar pak a shumë në sistemimin e lumit të Kalasës, ku pritet akoma të sistemohet, se ka shumë problem lumi, që në momentet caktuara aja është mbi 250 metra kubi në sekond. Dhe shtrati i lumit pak a shumë është i shkatruar. Nga vetë ordinaturat që kanë 25 vjet pa vënë gjë në dorë në to, duhet bëhet një projekt pilot për sistemin e lumit të Kalasës. Ne kemi marrë masat tona me mjetin që kemi skrepin, vazhdon punon duke pastruar kanalet e kullimit, pikat e bashkimit në lumin e Kalasës janë këta mikrolumet e vegjël, që të jenë nga dëshmëri. Me këto mundësi që kemi, po mbi të gjitha duhet një projekt pilot për sistemin e lumit të Kalasës. Megjithatë, sipas Brahos, lumi i Kalasës mbetet ende një pikë problematike dhe kërkon një investim më të madh në formën e një projekti pilot. Ajo është zona më problematika e Delvinës, se Delvina pak a shumë është teren malor dhe ujrat kullojnë për njëherë në shtatën e lumit të Kalasës. Janë marrë veprat e artit, janë prish veprat e artit, që sistemojnë që kishin në komand lumin. Tani lumi vetëm nga të doj, sado që të punojmë ne të pastrojmë me mjetin që kemi me forcat e bashkisë, nuk kemi që bëjmë në momentet caktuar lumit. Një zgjidhje e tillë do të mundësonte menaxhimin afatgjatë të situatës dhe shmangjen e dëmeve në çdo stin merreshje. Përmes programit të bonusit të qëras, Bashkia e Tepelenës po ndihmon rreth 54 familje që nuk kanë mundësi të sigurojnë një banesë. Përgjegjësi emergjencave civile, Pëllumb Hoxha, thotë se kjo ndihmë ju jep frymarrje familjeve me të ardhura të ulta, të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara. Synimi është që programi të zgjerohet dhe të përfshi edhe më tepër përfitues në muajt e ardhshëm. Bashkia Tepelen vijon mbështetjen për familjet në nevojë përmes skemës së bonusit të qiras për ata që nuk kanë mundësi të sigurojnë një banesë me të ardhurat e tyre. Aktualisht 54 familje përfitojnë këtë ndihmë financiare me një vlerë prej 7.000 lekësh në muaj, duke lehtësuar kështu barierën ekonomike të qiras. Bashkia Tepelen trajton rreth 54 familje me bonus qiraje. Kryesisht familjet janë vulnerabël, familjet që trajtojnë me ndihmë ekonomike. Edhe familjet që aktualisht nuk kanë mundësi për të përballuar qiran në tregun e lirë. Gjithsej fondi i përcaktuar është 4.500.000 lekë, 4 milion e gjysmë pra. Nga këto 3 milion e gjysmë janë nga qeveria dhe 1 milion përballohen nga buxheti i bashkisë. Ky program synon të mbështesë familjet më në nevojë duke përfshirë familjet me të ardhurat të ulta që nuk kanë një banesë të tyre, persona me aftësi të kufizuara, të moshuarit pa përkrahje e të tjerë. Ne mbledhim dokumentacionin, marrim certifikatë familjare, marrim vërtetim shkarkojnë nga sigurimet shoqërore, nga zyre punës, përbërjen familjare dhe pastaj këto grumbullohen, i kalojnë Këshillit Bashkiak dhe Këshilli Bashkiak me vendimin e vet, çdo vit kalojnë lista e personave, familje që trajtohen me këtë bonus qiraje, te ne pra thash janë 54, trajtohen me 7.000 lekë gjithsej. Bashkia Tepelen ka shprehur angazhimin për të vijuar me këtë politikë sociale duke synuar rritjen e numrit të përfituesve edhe për vitin e ardhshëm. Në gjirin e Sarandës u zhvillua gara e pare e fëmijëve të shkollës së lundrimit, ku morën pjesë 21 të rinj deri në moshën 14 vjeç. Fëmijët të pajisur me varka të vogla garuan në një distancë prej 150 metrash me 5 xhiro, duke treguar aftësitë e fituara gjatë muajve të fundit në trajnimin e zhvilluar. Fitues u shpall Anel Mustafaj, ndërsa vendin e dytë e mori Rej Papa.
21 fëmijë të pajisur me varka të vogla kanë dhënë këto ditë tetori provën e parë të lundrimit në gjirin e Sarandës. Të gjithë deri në moshën 14 vjeçare që i ka bashkuar në një shkollë lundrimi krijuar nga aktivisti Soral Donebo me mbështetjen e ish oficerit të kapitenerisë Kosta Dhima. Kam marrë shkollën e Marinës, jam specialist për lundrimin, kryjam këtë shkollën e lundrimit, unë jam drejtues didaktik në shkollë, besoj është një hap i mirë për qytetin e Sarandës, për fëmijët, deri në moshën 14 vjeç që kemi këtu, të mësojnë lundrimin, të mësojnë nga të drejtojnë këto varka të vogla me vela, edhe në vazhdimsi mund të krijojnë sporte detare të konkurrojnë dhe me shtetet fqinj. Gara e lundërtarëve fëmijë krijoi një atmosferë tërheqëse dhe interesante në qytet, ku 21 fëmijët u lëshuan për herë të parë në lundrim në det të hapur, në një garë plot bukuri dhe shoqëruar me simpati nga të rriturit dhe bashkëmoshatarët e tyre. Gara u zhvillua në distancën prej 150 metrash me 5 xhiro, ku treguan shprehjet lundruese të fëmijëve pjesëmarrës dhe sidomos përvetësimi i teknikave të lundrimit. Në përfundim të garës, emocionet e vendit të parë i takuan Anel Mustafait. Përpjekje që bëra gjatë verës, ja vletër, do ta vazhdoj edhe vitin tjetër. Këtë sport, për mendimin tim, do të kesh më shumë taktik dhe do të kesh instikte të mira. Rej Papara u renditi dyti, por çdo gjë ja vleti, thot ai. Edhe pse unë dola në vendin e dytë, prap do mundohem që të stërvitem sa më shumë që të dal vendin e parë. Doja që edhe shokët e mi të ishin në këtë sport, sepse ky sport është shumë i mirë. Spektakli i lundërtarëve të vegjël pati mbështetjen e institucioneve të pranishme me shërbime mjekësore me mjete sigurie të policisë kufitare. Dhe kemi realizuar këtë qëllim që ja vendosëm vetes këtë vit të parë, fal angazhimit të një ekipi profesionistësh me dëshirë të plot të tyre për të kontribuar në edukimin e këtyre fëmijëve. Kapiten Kosta, me një eksperiencë të gjatë në lundrim, tani që ka dalë në pension ka vendosur që aftësitë e tij të çojë te fëmijët. Mësuese Adelina Gjati, prapë me një eksperiencë të gjatë dhe vazhdon të edukojë fëmijët e qytetit. Fizioterapist doktor Agron Alili në varg se si të japin ndihmën e parë kur ka nevojë shoqet apo se si dhe vetë të përballen me situata të vështira. Gjesi, që na ka ndihmuar me gjithë procesin e komunikimit, që ka mbajtur komunikim me prindit, është Elidoni, gjithmonë pranë nesh, që te momenti ku kemi vendosur goshën e parë te klasa e lundrimit dhe deri më tani që do të bëjmë garën e lundrimit. Mjeku fizioterapist Agron Halili i përfshirë në organizimin e shkollës së lundrimit tregon për bukurinë e garës, por edhe për njohuritë e fituara nga fëmijët, sidomos për ato që lidhen me sigurinë në ujë. Më vjen mirë që rrugutimi i kursit të lundrimit u kurorëzua me këtë garë kaq kompetitive midis dy çunave. Ishte një rrugtim shumë i këndshëm. Fëmijët janë pajisur me disa njohuri për sa i përket sigurisë në ujë. Shkëlqim Beqo, i njohur si njeriu i detit, në 12 muajt e vitit shpreh vlerësues për këtë iniciativë që lidh fëmijët me detin mbi mjete e lundrimi. Për 2 fëmijët fitues u dhanë certifikata si dhe suvenir artizanësh sarandiot me simbolin e mjeteve detare. Shkolla e lundrimit në Sarand përfaqëson një nismë unike në shkallë vendi që ndodh për herë të parë në qytetin bregdetar të Sarandës. Kalojmë tani në një informacion nga sporti. Nesër luftëtari do të presë në fushën e vet ekipin që kryeson tabelën e klasifikimit Skënderbeun. Në këtë sfidë, informacionit bazë të bluzinve do t'i mungojnë 3 lojtarë të rëndësishëm, por kjo, sipas trajnerit Besmir Shabani, s'do të thotë që ekipi Gjirokastrit nuk do të synojë marrjen e një rezultati pozitiv. Me 3 mungesa të rëndësishme do të hyjë në fushën e blerë të stadiumit Gjirokastra në takimin me Skënderbeun luftëtari. Ramadani, Çulli e Mërkuri nuk do të jenë pjesë e formacionit për arsye dëmtimi. Pavarësisht kësaj, trajneri i bluzinjve Besmir Shabani shprehet besim plot se djemtë e tij do t'i japin më të mirën në këtë ndeshje, që për luftëtarin do të jetë një provë zjarri. Kemi disa mungesa themelore, kemi një poshtë që e kishim krijuar për të qenë vendimtar në kampionat, siç është mungesa e kapitenit Beha Ramadani, i cili është një
një pikë shumë e mirë e referimit jona, është një kualitet që çdo skuadër do ta kishte dëshirë ta kishte skuadra. Normalisht pastaj edhe Çulli, që ka bërë në ndeshje të 4 ndeshjet e para i ka bërë jashtëzakonisht mirë dhe është një mungesë goxha shumë e rëndësishme, po gjithashtu dhe Mërkuri që është pjesa përpara që ka kualitet dhe bën diferencën. Kështu që normalisht nuk është e lehtë të luash për bazë Skënderbeut me këto mungesa të rëndësishme, por jemi të destinuar të luftojmë me çdo lloj arme që kemi. E dim që Skënderbeu është një potencial në kategorinë e parë, është një skuadër që e ka ruajtur komplet grupin na vjet na Superioria dhe normalisht jo pa merit është aty ku është sot. Kështu që na pret një ndeshje shumë e vështirë, por ne nuk kemi asnjë objektiv tjetër, asnjë do futemi do bëjmë si çdo ndeshje do futemi do bëjmë më të mirën për të arritur të marrë rezultat pozitiv. Aktualisht, luftëtari renditet në vendin e 9 me 7 pikë, ndërsa korçarët kryesojnë tabelën e klasifikimit me 16 të tilla. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur, por ditarin informativ ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshi.